38 komunat e Republikës së Kosovës të dielën e 12 tetorit ju nënshtruan vullnetit të qytetarëve që morën pjesë në votim në zgjedhjet lokale. Nga më shumë se 2 milion votues në total, vetëm 40% e tyre shprehën vullnetin për zgjedhjen e kryetarëve të rinj dhe këshilltarëve nëpër komunat e tyre. Procesi i votimit në nivel vendi rezultoi i qetë dhe pa incidente. Sipas rezultateve paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 21 nga 38 komuna kanë zgjedhur kryetarët e tyre në raundin e parë, ndërsa 17 të tjera do të shkojnë në balotazh. Prishtina, kryeqendra e Kosovës, është në mesin e komunave që do të shkojnë në balotazh, ku do të ketë garë mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetvendosje. Ndërkohë në raundin e parë, Vetvendosja dhe Partia Demokratike e Kosovës fituan në 3 komuna, Lidhja Demokratike e Kosovës në 2 të tilla, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma kanë fituar nga 1 komunë, po ashtu edhe Ramiz Ladrovci me listën e tij në Drenas. KQZ-ja tha se pret që brenda javës të përmbyll numërimin e të gjitha votave, përfshirë edhe votat me kusht të personave me nevoja të veçanta dhe me post. Raundi i 2 do të mbahet më 9 nëntor. Natyrisht, këto janë rezultate preliminare dhe pritet ende numërimi i votave të diasporës dhe i votave me kusht. Mirë po këto rezultate tregojnë qartë se lëvizja jonë jo vetëm që e ka ruajtur rritjen nga cikli në ciklin tjetër zgjedhor, por është ngritur si forca kryesore politike në Republikën e Kosovës edhe në nivelin lokal. Pjesa e parë e garës përfundoi mbrëm. Nga sot ne i përvishemi punës për balotazhin. Rezultati i këtyre zgjedhjeve është shumë i mirë. Plotësisht të kënaqur dhe në përputhje me pritjet do të jemi veç se në mbrëmjen e 9 nëntorit. Atëherë kur do të krimtojmë fitoret pas balotazhit. Ne po bëhemi gati të qeverisim më shumë se kurrë nëpër komuna onë mban Kosovës. Të rikthehemi në qeverisje në kryeqytet dhe, që është shumë e rëndësishme, po bëhemi gati për qeverinë Kurti 3. Nëse nuk ka qeveri Kurti 3, pa dyshim që jemi të gatshëm për zgjedhje të reja parlamentare. Mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Të dielën, pra ditën e djeshme, qytetarët e Kosovës votuan në zgjedhjet lokale duke përcaktuar se kush do t'i udhëheqë komunat e vendit për 4 vitet e ardhshme. Rezultatet që dolën nga kutitë e votimit treguan një tablo politike më të ndërlikuar se sa thjesht një fitore apo një humbje. Vetvendosje, forca që qeveris vendin prej thuajse 5 vitesh, kësaj here doli dukshëm më dobët në shumë komunat të Kosovës. Për disa, ky është një sinjal i qartë pa kënaqësie ndaj mënyrës se si është udhëhequr vendi për të tjerë një proces i natyrshëm i konsumimit të pushtetit që prek çdo qeveri në mes të mandatit. Por një gjë është e qartë, qytetarët kanë folur, ata kanë kërkuar më shumë llogaridhënie, më shumë bashkëpunim, më pak përplasje si brenda vendit, ashtu edhe me ndërkombëtarët. Në fakt, tensionet e fundit me aleatët perëndimor, përplasjet diplomatike dhe qëndrimet sfiduese ndaj Brukselit dhe Washingtonit mund të kenë ndikuar në rezultatet e vetvendosjes në disa prej komunave kryesore. Ndërkohë, opozita duket se ka marrë një frymë të re. LDK, PDK dhe AAK kanë rikthyer ndikimin e tyre në terren duke treguar se baza lokale e këtyre partive mbetet solide. Kjo e bën skenën politike më të balancuar, ndoshta më të ndërlikuar, por njëkohësisht edhe më demokratike. Në sfond qëndron edhe çështja e veriut. Pas gati 3 vitesh me kryetar shqiptar në komunat me shumicë serbe, integrimi real duket ende i brisht. Kryeministri Kurti, pavarësisht përpjekjeve, nuk ka arritur të fitojë besimin e komunitetit serb, një pengesë që vazhdon të rëndojë mbi procesin e normalizimit. Dhe tani syt janë tek qeveria. A do të arrijë Albin Kurti të formojë një kabinet të ri funksional? A ka ende vetvendosje energjinë politike për të udhëhequr vendin? Apo kjo është një pikë kthese për partinë që dikur ishte premtuese dhe shpresë e re? Apo afrohet Kosova drejt një cikli të ri zgjedhjesh qendrore? Këto janë pyetjet që sot po i shtrojnë qytetarët, analistët dhe sigurisht do t'i shtrojmë dhe ne me panelin e sotëm. Ndërkaq, në pjesën e dytë të emisionit do të ndalemi dhe ajo që po ndodh në Gaza. Sapo është firmosur edhe marrëveshja e paqes mes presidentit Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe liderëve botror në Sharm el Sheikh. Ai në një deklaratë për mediat e ka quajtur një fitore historike, diçka që nuk ka ndodhur në këto 3000 vite dhe ka thënë gjithashtu se lufta e tretë botrore është larg lindjes së mesme tashmë, edhe kjo vlen
për t'u analizuar, ndërkaq ditën e sotme janë liruar edhe pengjet e para të gjalla si nga Hamasi ashtu dhe nga Izraeli. Unë po ju prezantoj me panelin e të ftuarve. Në studio kam kënaqësinë të kem zotin Mentor Beqa, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në NAU. Për pak do të na bashkohet edhe Ardit Bido, deputet i Partisë Socialiste, por dhe profesor i asociuar në marrëdhëniet ndërkombëtare. Dritan Goxhaj, ekspert sigurie, ish luftëtar i UÇK-s. Mirëmbrëma Goxhaj. Shumë kënaqësi që të kam këtu. Indrit Vokshi, analist, njohës gjithashtu i marrëdhënieve ndërkombëtare. Mirëmbrëma zoti Vokshi. Mirë se erdhe dhe do të kem në lidhje online edhe Kosovë Gjocin, gazetarin ton të Euronews Albania nga Kosova, por më vonë edhe Arbër Zaimin, aktivist nga lëvizja Vetëvendosja Kosovë. Mirëmbrëma, mirë se erdhe në NAU. Përpara se të vi tek ty, më lejo të lexoj pak në mënyrë grafike se si kanë dalë rezultatet e para në zgjedhjet e ditës së djeshme. Pra, totali i komunave janë 38, komuna që do të shkojnë në balotazh në raundin e dytë në 9 nëntor janë 17, komunat të fituara që në raundin e parë janë 21 dhe krahasuar me vitin 2021 në fakt kanë qenë 17 ato që janë fituar që në raundin e parë. Pjesëmarrja në votime ka qenë 39% nga 2 milion qytetarë me të drejtë vote. Shkojmë te tabela se si ndahen ose si janë fituar të gjitha këto komunat nga partit. Partia Demokratike e Kosovës ka fituar 3 komuna në raundin e parë, Skëndera, Ferizaj, Hani e Lezit. Lidhja Demokratike e Kosovës LDK ka fituar 2 komuna në raundin e parë, Istogun dhe Lipjanin. Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 3 komuna në raundin e parë, Podujev, Kamenic, Shtim, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, AAK, ka fituar 1 komunë në raundin e parë, që është Deçani, ndërsa Lista Serbe ka fituar 9 komuna me shumicë serbe në raundin e parë dhe kryeson në balotazh në Klokot dhe e vetmja komunë serbe që nuk u fitua direkt. Ndërkaq kemi edhe një tabel tjetër se kush janë komunat që do të shkojnë në balotazh. Po dal nga ana tjetër, është Prishtina, ku do të garoj LDK-ja me lëvizjen Vetëvendosje, pra përparim Rama, kandidati LDK-s me Hajrullah Çekun e lëvizjes Vetëvendosje. Në balotazh do të shkoj Prizreni, ku do të përballet PDK me lëvizjen Vetëvendosje, do të shkoj Peja, edhe këtu do të përballet LDK me lëvizjen Vetëvendosje. Juniku, LDK me AAK do të përballen në Lunik, është Dragashi, pastaj është Gjakova. Në Gjakov janë 2 kandidatë që do të përballen në balotazh, njëri është i AAK-s, Ardian Gjini, dhe tjetri Ardian Gola i lëvizjes Vetëvendosje. Më pas është Fush Kosova, ku do të përballet kandidati i lëvizjes Vetëvendosje me LDK-n. Më pas Gjilani, edhe këtu do të përballet kandidati i lëvizjes Vetëvendosje me kandidatin e LDK-s. Nuk po i lexoj të gjitha komunat, sepse janë 17, janë shumë, po lexova më kryesore, dhe sigurisht kryesore mbetet Prishtina, kryeqyteti i Kosovës. Megjithatë, po shkoj te Kosovë Gjoci. Kosovë, cilat janë të rejat më të fundit nga zgjedhjet lokale të ditës së djeshme? Kush ishin surprizat kryesore? Dhe një pyetje kam, sepse Albin Kurtin e dëgjuam sot, edhe në konferencë për shtyp. Po opozita, pse po hesht? Po tani, le të themi që heshtja opozitës është për faktin se pavarësisht se po thuhet se lëvizja Vetëvendosje nuk performoi mirë, nëse e kemi parasysh, le të themi vetëm raundin e parë, atëherë mund të themi që ka arsye që opozita mos të jetë shumë e zhurmshme, sepse në parim ndoshta exit pollet që dolën ditën e djeshëm sikur dha një lloj shpresë të partitë opozitare se mund kenë fitore goxha interesante në disa komuna, por që pastaj numrimi i votave nga ana e KQZ-s nuk është se doli ashtu. Dhe kjo normalisht bëri që gjërat të qetësohen. Po ashtu fakti që mos të harrojmë për te ide se paka shumë e thatë ju në fillim që ka pas një rënje ndoshta në nivelin vendor të votës lëvizje Vetëvendosje, normalisht nëse e krahasoj me zgjedhjet e nënshkurtit, që paka shumë ndoshta është edhe e pritshme, por nëse kemi parasysh në zgjedhjet e para 4 viteve, atëherë lëvizja Vetëvendosje ndoshta është partia më e suksesshme këtë herë, sepse është e vetmja parti që ka arritur të ruaj 3 komunat e saj që veç i ka pas. Mirë, kur e them këtë Kosovë kisha parasysh edhe faktin Po, jo, kisha parasysh edhe Mitrovicën, edhe pse u përqendrua gjithë fushata e tyre në Mitrovicë edhe retorika, prap nuk ja doli ta fitonte.
në gjykimin tim ka një rënje të votave, apo jo? Po, ajo është ndoshta, ajo është ndoshta befasia, nëse mund ta quajmë kështu, befasia pak më e madhe në kuptimin sepse ka pas një lloj përshtypje që Mitrovica në lëvizjave vendosje, duke pas parasysh se kishte kandidat Faton Pecën, një ministër që konsiderohej si ndër ministrat më të suksesshëm të qeverisë Kurti, që po ashtu nuk kishte mbrapa vetëm le të themi lëvizjen vetvendosje, por kishte edhe partinë e tij, pra listën guxoje, po ashtu edhe aleat të tjerë që janë pjesë e koalicionit me lëvizjen vetvendosje dhe prap nuk arriti që të fitojë që në raundin e parë dhe realisht doli në përqindje shumë të vogël, por doli më ulët se sa kandidati i PDK-s, që është një djalë shumë i ri, jo vetëm nga mosha, por edhe në politik, le të themi përvoja e tij më e madhe që ai ka pas politikisht është duke qenë nënkryetar i komunës së Mitrovicës për këto vite sa Bedri Hamza ka qenë në krye të Mitrovicës. Pra dhe kjo ishte ndoshta ajo, gjitha investimi që bëri lëvizja vendosje të paktën në Mitrovicë, pompoziteti që i dha idesë që atje është Faton Peci, një ministër i suksesshëm, pastaj lidhja që domosdoshmërisht që bëhet me ato se çfarë kishin ndodhur në veri, veprimet e qeverisë Kurti, sovraniteti e të tjera e të tjera, domethënë nuk është se ju doli ajo çfarë pritej, sepse them drejtën edhe ne si gazetarë dhe në për analiza, debate vazhdimisht është pritur që zoti Peci paktën të fitoj pas një problem Mitrovic, por që doli tjetë e kundërta, por po ashtu edhe ajo çfarë u pa mbrëm pas exit pollëve ishte një lajthitje, po them pak për PDK-n, sepse u dha një fitore bindse për PDK-n atje, por në anën tjetër pastaj kur patëm numërimin e votave nga ana e KCZ-s, doli që ka një përqindje më pak se 1% realisht Albin dallimi. Kurti e lexova sot, e dëgjova dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që sulmoi exit pollet, e bëra edhe për Mitrovicën, po më pas ndoqa edhe reagimin e Baton Haxhiut për këtë çështje, edhe ai e kishte justifikuar në një farë mënyrë që qytetarët atje kanë frikë të tregojnë të vërtetën dhe mbase kishte pranuar një lloj gabimi për ato shifra, le të themi. Por që sulmi Albin Kurtit ishte më i keq se sa ajo që kishte ndodhur me sondazhin dhe me të dhënat, exit pollit. Po për te kësaj. Tani, unë nuk du të merre me gabim në sondazhe, sepse nuk është se ne jemi, le të themi, sa ekspert në atë fush, jemi vend i ri dhe mos të harrojmë që gabime, le të themi edhe drastike, katastrofale bën edhe në vendet me përvoja gjata për shik të ta zëm në zgjedhjet 2016 në SBA ka pas gabime fatale të sondazheve, kështu që nuk është se ne jemi të parët që po e bëjnë këtë gabim. Fund të ditës kompanitë që kanë bërë sondazhet janë kompani private që le të themi angazhohen nga ana e media për të matur pak a shumë situatën dhe pulsin se nga janë votues, por kjo nuk do të thotë se ata kanë bërë një krim nëse kanë një gabim qoftë edhe në marsh të lartë. Kështu që normalisht nuk është e çuditshme Erla dëgjosh akuzat e tilla dhe gjuhë të tillë nga zoti Kurti, sepse le të themi që këto 4 vite apo 5 se po bën tash me këto pjesën e kohës ai është në kryeministër në detyrë, nuk është se ka qenë miqësor sidomos me mediat dhe ka ditur shpesh tjetë edhe le të themi ndoshta ta kaloj një lloj vije që nuk i do kushtimisht nuk i ka hije ndoshta një kryeministri apo dhe një kandidati për kryeministër që shkoi deri në atë mos. Shumë e drejtë kjo Kosovë. Lëvizja vendosja si parti nuk është se ka qenë le të themi aq bashkëpunuese miqësore, kështu që është e pritshme, po them ndoshta edhe gjuha e zotit Kurti, por normalisht patëm edhe reagimet e shoqatave të gazetarëve që është e papranueshme fakti që zoti Kurti kërkon hetim për gabimet të exit pollëve që është totalisht e Kosovë, kur të pyeta për opozitën, pse po hesht, doja të kuptoja çfarë po zihen aty mes partive opozitare. Pra, mund të ndodhi që në balotazh në 9 nëntor partitë opozitare të bëhen bashk kundra lëvizjes vetvendosjes dhe kandidatëve të Albin Kurtit, njëjtë siç ka ndodhur në zgjedhjet e mëparshme? Tani kjo është problematike të thuhet, Erla, sepse po aq sa ka mundësi që të ndodhë kjo që po thoni ju, po aq ka mundësi që një parti eventualisht t'i bashkohet, ndoshta zotit Kurti, ose nëse jo t'i bashkohet atëherë t'i ndihmoj që ta zgjedhë qeverinë e re
në këtu 15 ditë apo 14 ditë sa i kanë ngel zoti Kurtit, afati pra që ka ai që nga momenti Me 26 tetor, nga presidenti Osmani. Kështu që nuk mund të themi se do jetë kështu ose ashtu, sepse ka zëra dhe qarkullojnë, domethënë ide që mund të ketë edhe mbështetje nga një pjesë e deputetëve të opozitës, përfshi këtu eventualisht edhe nismen socialdemokrate dhe 3 deputetë e kësaj partie, që zoti Kurti të siguroj votat për ta bërë qeveri. Nëse kemi parasysh pastaj edhe veprimin që bëri LDK-ja duke e mbështetur lëvizjen vendosje dhe duke te kaluar ngërçin politik sa i përket çështjes së zgjedhjes së nënkryetarit nga pakica serbe, pra duke votuar Nenad Drašić, domethënë kjo le të themi dyrë të hapura që nuk i dihet se cili do të jetë qëndrimi i LDK-s, sepse në fund të ditës kam përshtypjen që edhe nga lëvizjave të vendosje, por edhe nga partitë opozitare, çështja e balotazhit mund të përdoret si një lloj, nëse mund të themi kështu, pazari se çfarë do ndodh pastaj edhe me çështje me fatin e qeverisë së re. Ose le të thënë qeveria e re ose bashkëpunimi i mundshëm për qeverinë e re, pastaj do të vendos fatin e balotazheve në shumë komuna, por mos të harrojmë që është pak problematike sepse e para punës ne kemi pa pak a shumë në shumicën e zgjedhjeve në Kosovë votuesit, sado që janë le të themi besnik tek partitë, kur vje puna tek balotazhet jo gjithmonë janë të dëgjueshëm ndaj partive të tyre, sepse bëhet fjalë vetëm për 2 persona, pra bëhet fjalë për 2 kandidatë dhe janë ndryshe zgjedhjet lokale nga zgjedhjet e përgjithshme. Që ata i takojnë dhe normalisht pastaj zgjedhjet lokale ndryshon nga ajo, domethënë nga zgjedhjet nacionale dhe po ashtu balotazhi ndryshon, sepse le të themi në Prishtinë kemi garën mes vetvendosjes dhe LDK-s, ndërkohë që është le të themi votuesi PDK-s ai që do të vendos pak a shumë se kush do ta drejtojë Prishtinën e 4 vitet të ardhshme. Dhe tani nuk është se votuesi PDK-s do ta dëgjoj le të themi parinë e partisë se kë duhet ta mbështesin. Tani normalisht që votuesit do të kenë edhe vlerësimet e tyre të vetat personale për të vendosur se cilit mendojnë se do të jetë më i mirë për ardhmen e kryeqytetit në 4 vite të ardhshme. Kështu që do të jetë goxha interesante erla kjo pjesa e balotazheve para punës se janë goxha shumë komuna, edhe për faktin që pra po them, duke qenë se është le të themi në pazar edhe çështja e qeverisë së re, kjo mund ta bëj edhe më interesant pastaj edhe atë se cilat do të jenë fatet e balotazheve në shumicën e komunave. Pikërisht se është dhe qeveria e re janë edhe më interesante këto zgjedhje. Megjithatë Albin Kurti sot deklaroi se testi i vërtet për të është 9 nëntori. Ai do të jetë testi i vërtet, paktën sipas asaj që tha në konferencë për shtyp. Por ne, atë që the ti Kosovë për qeverinë e re, se çfarë do të ndodh, a doja dalë Albin Kurti t'i bëj ato 61 vota, ato që s'bëri dot për të zgjedhur kryetarin e parlamentit, a do ta bëj për qeverinë e re, do ta shohim, po do ta analizojmë dhe me studion. Kosovë, të falenderoj shumë. Goxhaj, ta nis me ty, një pyetje kam, në fakt e kam për të gjithë ju, si fillim. Kush fitoi dhe kush humbi nga këto zgjedhje? Si duhet i lexojmë rezultatet? Për mendimin tim, zgjedhjet i humbën gjitha partitë politike në Kosovë. Të gjitha partitë? Absolutisht humbën gjitha partitë politike, fitoi feudalizmi dhe bajraktarizmi në Kosovë, secila parti mbajti bastionet e veta, që kishte ndarë fshatrat, katundet e veta, komunat e veta, pra në këto nuk i humbën. Për gjitha të tjerat u luajt një lojë që shkuan balotazh. Them humbën të gjithë për arsye se është një mirë, mbajti bastionet e veta, po interesante është në ndryshim nga Shqipëria, kur ai që ka pushtetin i fiton thuajse të gjitha. Na jep një leksion Kosova këtu. Jo, nuk na jep një leksion Kosova. Jo, nuk na jep një leksion Kosova, sepse për shkak se mbajnë bastionet, pra, këto bastionet e tyre, këto bajraktarizmat që u mbajtën, do me thënë që neve jemi çik një hap përpara, ne kemi kaluar nga fiset, kemi kaluar në klane, dhe ne pranojmë nga gjitha anët në klan, kurse atje nuk janë akoma në klane. Është një deja vu e 2021-shit. Në 2021-shin edhe me pjesëmarrje morën 39% e popullit në votime, 39% morën edhe këtu. Ama në 2021-shit nuk erdhëm nga zgjedhje të përgjithshme. Këtu kemi 3 muaj zgjedhje të përgjithshme, kur në zgjedhje të përgjithshme morën pjesë 46% e popullatës. Dhe ka 3 muaj që partitë politike bëjnë gam-gam në parlament për konstituimin e një parlamenti. Dhe e kanë polarizuar aq shumë politikisht këtë hapësirën politike në Kosovë, saqë nuk arritën të shtonin numrin e votuesve. Pra aq shumë u polarizua sa njerëzit u mërzitën nga kjo gjë. Dhe mbeti po i njëjtë numër votuesish që ishte në 2021-shin. Pra nuk arritën ta shtojnë këtë gjë. Këtu dështuan totalisht në këtë aspekt.
Dhe po t'i shosh në të gjitha komunat, atë që nxorët fillim juve për komunat, ato 17 komunat që janë balotazh, po t'i shosh. Është e njëjta gjë e 2021-shit. Pra, po në Prishtinë konkuronte LDK-ja me vetvendosjen, në Prizren PDK-ja me vetvendosjen, pra nuk ka asnjë ndryshim. Është e njëjta gjë, pra nuk ka ndryshuar asgjë. Pra do me thënë, këto s'kanë mundur për 4 vjet, as ata që ishin pushtet, dhe as këta që pretendojnë të marrin pushtetin, nuk kanë mundur të mbushin mendjen njerëzve që këta janë ndryshimi. Njëri prej tyre është ndryshimi. E para, e dyta, humbën për shkak të komunave në veri. Në komunat në veri, me përjashtim të Kllokotit, në Klllokot u bë lidhja shqiptare, pra alianca shqiptare. Gjitha partitë politike u bën bashkë dhe nxorën një kandidat. Po vetëm në Klllokot. Dhe nuk nxorën asnjë nga komunat e tjera, 9 komunat e tjera serbe, ata nuk nxorën asnjë. Pra këtu dështuan, pra për 4 vjet i kishin shqiptarët këto komuna, ashtu si i morën, dakor? Pikërisht, pra, okej, a ishte një shans i artë këtu për Albin Kurtin, që ti kishte afruar këto? Ishte vetëm shans i artë për Albin Kurtin, ishte shans i artë për të gjithë. Pra, siç u bashkuan në Klllokot, mund të bashkohesh në këto komuna. Këta nuk u bashkuan, ja lanë listën serbe totalisht. Pra këtu dështuan totalisht, pra është dështim, nuk është fitore. Okej. Nuk morën pjesë fare. Nuk është fitore e serbëve, po thua? Absolutisht që nuk është fitore e serbëve, është dështimi këtyre, jo fitore e serbëve. Pra serbët mund t'i fitonin ato komuna, se janë shumicë, por ama nuk mund do t'i fitonin me këtë sasi të madhe përqindje. Pra shqiptarët duhet kishin bërë ndryshime dhe mund shkonim në balotazh, në shembull komunën e Mitrovicës Veriut mund shkonim në balotazh, si shkuam në Klllokot. Pra ti mund t'i merrje balotazh atyre. Pra tregoj që ti ke fuqi edhe në atë territor. Pra ti s'ke fuqi, pra kjo tregon që gjithçka që kemi bërë në këto 4 vite Albin Kurti ka qenë vetëm ushtrimi i forcës policore, nuk ka bërë asnjë tjetër. Për të marrë kontroll veriun e Kosovës. Pra vetëm ushtrimi i forcës policore në këtë aspekt. Kështu që nuk ka asnjë fitore në këtë aspekt për gjitha partitë për mendimin tim. Okej. Kurse në aspektin kur janë me njëra tjetrën, pra kemi në aspekt të njëra tjetrës. Duke qenë se kanë vajtur në shumë komuna në balotazh, pra më shumë se sa kemi në 2021-shin, aktualisht ju thatë që parë që unë duhet të kundërshtoj pak se ju thatë në fillim që kemi një rënje të vetvendosjes. Unë nuk e shoh rënje të vetvendosjes. Në këtë aspekt e shoh pak ngritje të vetvendosjes, sepse për sa kohë vetvendosja ka vajtur në balotazh në ato komuna që në 2021-shin i humbi që në raund të parë, domethënë kjo është rritje. Përqindjet janë të vogla, bëhet lla për 0.5%, 0.3% se për shembull në Mitrovicën e Veriut është për 20 vota, ato në Mitrovicën e Jugut për 20 vota bëhet lla. Kështu që, por ama ka një lëvizje në këtë aspekt. Shumë e papërfillshme e vogël, por ka një lëvizje. Dhe partitë e opozitës dështuan që të hynin në koalicion bashk. Pra të nxjerrin kandidatë të përbashkët në shumë qendra kryesore, siç ishte Prishtina, Prizreni, Ferizajnë e KPDK, Gjilani, pra qytetet kryesore, këta dështuan që shkonin. Podujeva ka qenë gjithnjë bastion i LDK-s dhe mori vetvendosja. Pra këtu në ato që ishin bastione dhe që ishin kryesisht qytete të rëndësishme, këta duhet kishin hyrë në koalicion së bashku, pra nuk nxorën asnjë mësim nga zgjedhjet parlamentare të fundit që dolën veç e veç dhe Albin Kurti sërish mbajti i pushtetin. Pra nuk nxorën as partitë opozitare. Totalisht dështim nga gjithë anët. Okej, Bido. Në fatkeqësisht i vetmi fitues i dukshëm në këto zgjedhje është lista srpska. Pra i vetmi Pra ti e quan fitore atë të listës serbe. I vetmi subjekt politik i cili ka dominuar të gjithë hapësirën e elektoratit 90% të votave kanë fituar. Është lista srpska dhe kjo tregon shumë keq. Kjo tregon keq për ne, nuk bie dakord me Dritani për strategjinë e lojës. Pra nuk është çështje e kandidatëve shqiptar dhe sa do të mund të grumbullonin kandidatë shqiptar. Pra nuk është humbje shqiptarëve dhe sepse nuk ndodhi vetëm në Klllokot kjo, ndodhi edhe në Graçanic që doli një kandidat i përbashkët. Ndodhin komunat e tjera që dolën kandidatë të shumë të partive shqiptare. Në fakt problemi është që në 4 vite, të cilat u bë një ndërhyrje radikale në veri të Kosovës, me vendosje kandidatë shqiptarë, kryetarë shqiptarë që unë kam qenë kundër dhe atëherë nëse të kujtohet se kemi qenë në këtë studio, nuk u arrit që të prodhohej një alternativë ndaj listës srpske. Sepse dhe ky rezultati që shohim këtu në Klllokot, prapë nuk është një rezultat, le të themi, pozitiv në kuptimin që kundër kandidatit Srećko Spasić se kemi filluar problemin me qendrën. Pra, që Beogradi është rikthyer. Nuk po rezultat pozitiv në komunat serbe, negativ në gjithë anët. Dhe në këtë komunë ai është një ish kryetari i komunës nga lista srpska, i cili për arsye të përplasjes së brendshme ka kandiduar kundër listës srpska. Pra, nuk është arritur në këto 4 vite që të mundet që të valorizohen ato parti opozitare serbe të cilat njohin pavarësinë e Kosovës, janë kundër, nuk janë të ligjzuara me Beogradin e kështu me radhë, çka tregon se gjithë operacioni kryer në veri, pavarësisht se kishte një sukses në kuptimin e kontrollit policor të territorit,
është diçka e përkohshme e cila nuk shënjon gjatë. Pra tashmë që kthyen kryetarët e listës sërbska pra mund të themi që Beogradi është rikthyer në veri të Kosovës. Beogradi është rikthyer në të 10 komunat. Në 10 komuna me shumicë serbe, ndërkohë që ekzistonte, le themi, mundësia që të mundet valorizoheshin, se bëhet fjalë për shumë pak. Më lejo që të kuptoj publiku shqiptar. Graçanica apo Novo Brda. Novo Brda ka 40% shqiptar. Mjafton ty që të kesh një kandidat i cili të mos jetë i linjëzuar me Beogradin, që të marrë 10% votat e serbe, dhe me vota shqiptarësh dhe ato 10% ti arrin që të bësh një kundër pedale të... Pra jo ta fitosh, po thua. Ta fitosh, ta fitosh. Ka 20% votave shqiptarë, 10% votave serbe duen, 500 vota duen. Midis 250 dhe 350 votave lëviz. Me kaq. Dhe ti sheh që në Novo Brd, ti sheh që nuk është arritur nga elita politike shqiptare të prodhohet një kandidat serb i cili të mundet garoj për 300 vota serbe. Domethënë, kjo tregon mungesën e një vizioni ndaj pakicës serbe. Gjithë kjo që dhe në retorikë publike ne themi u kthyen serb. Po pse kush do ta marrin Mitrovicën e Veriut, më? Serbët do ta marrin. Po serbët do ta marrin. A kishte kurti një shans të ardhë për t'i kthyer, për t'i afruar këto komuna, pra. Për 3 vitesh e qeverisin me shqiptar. Po është mentaliteti ky, sepse në çast një debati publik kthehet si se fituan shqiptar, por shqiptarët do ta fitonin kurrë. Edhe s'duhet ta fitojnë. Është me shumicë serbe ajo komunë. Çështja është do të jenë një serb i Beogradit apo do të jenë një serb i linjëzuar me qeverinë e Kosovës. Këtu fituan serb të Beogradit. Pikërisht sepse nuk u punuan asnjë moment që të krijohet ky realitet politik, që ti këta të pakt që i ke sot, të cilët i ke dhe në qeveria, ne Adrashit që tjerë, ti valorizosh, pra ti ndihmosh që të mund të marrin 250 votat e famshme të Graçanicës, më falni mirë thashtë, të Novo Brdës. Jo flasim në idenë ju këtu, flasim kudo tek Për te i Veriut, them, a ishin këto zgjedhje një referendum për qeverinë Albin Kurti, për atë që po ndodh gjatë gjithë këtyre 8 muajve apo jo? Si e pa? Që sërish është e dhimbshme, pra i vend një fitues i dukshëm në këto zgjedhje është lista sërbska, nuk duket se do të ketë në Kosovë një qasje të re siç duhet ndaj pakicës serbe, çka kjo sjell gjithë pengesa vijuse pastaj. Gjithë problemet tjera në vim. Përsa i përket pjesës së politikës shqiptare në Kosovë, bie dakord tërësisht me analizën që bëri Goxhaj, nuk kemi një fitues të dukshëm. Të gjitha partitë në fakt tregojnë se kemi një humbje, kemi një ulje të pjesëmarrjes të numrit total të votave për secilën prej partive, çka tregon se gjithë kriza politike me konstituimin e kuvendit, një proces i cili u kthyen në qesharak në fund në Kosovë, ka bërë delegjitimim të klasës politike nga qytetarët. Që u reflektuan këto zgjedhje. Që u reflektuan në zgjedhje, sepse pjesëmarrja është jashtëzakonisht e ulët. Në ruajtjen e balancave të bastioneve që është një fenomen i Kosovës, pra AK-ja është në Dukagjin, PDK-ja është më shumë është në Drenica dhe në Dukagjin, më shumë se sa është në Fush Kosovë. Vetëvendosja ka një shtrirje më të gjerë, le themi, më të përcjell në gjithë territorin. Nuk ka një lexim të saktë sot mbi kush është fitues humbës. Ama është një çelës i cili do të mundet që ta shohim. Përmbyll dhe këtë që shkoj te zoti Beqa se pastaj kemi. Do të mundet që të shohim nëse këto 2 javësh ky lloj rezultati do të ndikojë ose jo në përmbylljen e krizës së përgjithshme politike. Pra, këto 2 javë do të merret vendimi nëse do të kemi zgjedhje të reja kombëtare nacionale shtetërore. Pas 26 shtetorit, 26 shtetor le të them. Pikërisht, po tani do vendoset nëse do të kemi zgjedhjen dhjetor, çka me rezultatin që kemi sot nuk intereson asnjë partie politike që të ketë zgjedhje të reja. Asnjërit. As vetëvendosjes as të tjerë. Nuk rezulton që do të mundet që të dalë fitues për shembull vetëvendosja me mbi 50% të mandateve në kuvend. E diskutojmë këtë më gjatë, pak më vonë. Aleanca më e gjerë në skenën e sotshme politike nuk kupton një aleancë vetëvendosje LDK ose vetëvendosje PDK. Me PDK-n e ka përjashtuar Albin Kurti bashkëpunimin, pra duket sikur ka barazuar një parti shqiptare me listën serbe, se i ka përjashtuar të dyja. Nëse do të kemi një qeveri, le themi, me 61 mandate,
që prej cilave 58 i arrin vetvendosja bashkë me pakicat jo serbe dhe me Nenad Rashićin. Nga 48 që ka. Pikërisht, në atë moment në prill do të jenë zgjedhjet e presidentit dhe do të kemi prapë të njëjtin skenar që aty presidenti do të zgjidhet me 2/3 e votave për ndryshe bie qeveria. Nuk është si në Shqipëri. Pra vetëm një qeveri me bazë vetvendosje LDK ose PDK, që në rastin konkret vetvendosje LDK është me mundshmja, do të mundet që të zgjidhi që të krijojë një qeveri e cila do të zgjasit paktën një vit në kohë dhe do të që të ketë mundësi të zgjidhë dhe presidentin. Justifikim zgjedhjet përkohshme. Që nëse kjo do ndodhi apo jo, këtë ne do ta lexojmë 2 javët e ardhshme, sepse me përjashtim të Prishtinës që kemi LDK dhe vetvendosje, kemi mjaft raste ku vetvendosja kryesisht është në garë me forca tjera, kryesisht me PDK-n, dhe kjo do të thotë që nëse ne do të shohim në këto 2 javë që ka një marrëveshje të fshehur, një marrëveshje mes kujt? Mes vetvendosjes edhe LDK-s, kjo do të rezultojë do të reflektohet në zgjedhjet e 9 nëntorit. Zoti Beqa, që pastaj të shkoj tek zoti Zaimi se e kam në lidhje. Kush fitoi, kush humbi? Për mua, nga perspektiva jonë nga Shqipëria, jo si votues i Kosovës, lajmi i mirë është që nuk ka lajm nga zgjedhja në Kosovë. Pra janë zgjedhje normale në një vend normal. Dhe pjesëmarrja e listës sërbe... Nuk shef lajm as gjikundi. Dhe pjesëmarrja e listës sërbe në fakt në bindjen time i ka shtuar legitimitetin e zgjedhjeve dhe ky është një zhvillim pozitiv. Sa i përket ardhmërisë së Kosovës. Kjo është gjëja kryesore. Së pari. Së dyti, natyrisht që ne mund të lexojmë që lëvizja vetvendosje mbetet partia më e madhe në Kosovë. Ka një shtrirje kapilare të përgjithshme në të gjithë Kosovën, por natyrisht që ka një tkurrje të lehtë të votave dhe kjo është krejtësisht normale, është krejtësisht e natyrshme, sepse ne nuk mund të marrim si mas matëse atë 50% e famshëm të lëvizjes vetvendosje, i cili ishte një rezultat krejtësisht i jashtëzakonshëm në disa rrethana të jashtëzakonshme. Dhe sistemi politik në Kosovë është një sistem politik konsensual që nuk lejon një parti të shkojë atje dhe ne e dim pse ka shkuar vetvendosja atje. Prandaj duhet ta gjykojmë në kontekstin e vetë dhe lëvizjen vetvendosje. Natyrisht që ka tkurrje në disa vende, për shembull, që nuk u diskutua këtu, është tkurrja e madhe në Prishtinë. Lëvizja vetvendosje në zgjedhjet e kaluara, në raundin e parë ka patur kandidati i saj, ka patur, mos gaboj, 44%. Okej, mirë, ti thua tkurrje, po ama dëgjoj, kandidati vetvendosjes është Prizrenali, vjen nga Prizreni, nuk është pak që ka fituar edhe kaq në Prishtinë. Në Këshillin Komunal, në Prishtinë, flas për kryeqytetin, për Prishtinën, për qytetin kryesor. Në Këshillin Komunal ka qenë partia e parë, sot është partia e tretë, pra ka disa rrëshqitje, ka disa rënje të lëvizjes vetvendosje, pavarësisht se politikisht mbetet prapë partia më e madhe në vend. Natyrisht që element tjetër është që opozita nuk ka performuar siç pritej, është në të njëjtën vazhdim. Çfarë mund kishte bërë kur thua nuk ka performuar siç pritej? Çfarë do bëj? Në rezultate, në numra, nuk ka performuar siç pritej, sepse mbetet në vazhdin e rezultateve të më përparshme dhe duket që në çfarë do lloj rrethane, edhe nëse Kosova të shkojë në zgjedhje të reja, nuk duket që opozita mund të krijojë një shumicë qeverisë dhe ky është një lajm që mund megjithse është e vështirë të nxjerrësh konkluzione për zgjedhjet e përgjithshme nga zgjedhjet lokale, sepse kanë logjika të ndryshme dhe votuesit sillen në mënyra të ndryshme. Dhe elementi tjetër është natyrisht pjesëmarrja e listës sërbske. Dhe pjesëmarrja e komunitetit serb në zgjedhje. Në një pikpamje legjitimon zgjedhjet, në një pikpamje tjetër do të shohim se si do të komportohet në këtë realitet, si do të sillet në këtë realitet të ri. Kur mbas 4 vitesh pothuajse në komunat të drejtuara nga shqiptar, tani do të instalohen drejtues nga lista sërbska, cilët do të jenë raportet e tyre me Beogradin, çfarë influencë do të ketë Beogradi. Pra, kurioziteti më i madh nga këto zgjedhje në fakt është çfarë ndodh pas zgjedhjeve. Në nivel politik, këto zgjedhje a do të ndikojnë në rikonfigurimin e aleancave politike dhe a do ta shpëtojnë Kosovën nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, dhe s'dyti, si do të sillet, si do të komportohet lista sërbska në realitetin e ri institucional në Kosovë dhe çfarë influencë do ketë Beogradi. Këtë skenarin e parë do ta diskutojmë, Vokshi të kërkoj ndjes. Dua të shkoj sepse kam në lidhje online Arber Zaimi nga vetvendosja. Mirëmbrëma zoti Zaimi. Mirë se erdhët. Tani një pyetje të parë kam, si lexon vetvendosje këto zgjedhje, pra
doli fituese apo humbse nga këto zgjedhje? Cili është leximi juaj? Zgjedhjet janë ende në vazhdim. Vetëvendosja doli partia e parë nga këto zgjedhje. Zgjedhjet janë në vazhdim, jo vetëm në sensin që do të ketë edhe balotazh në datën 9 nëntor, por edhe për shkak se gjatë kësaj jave pritet edhe numërimi i votave të diasporës. Ne kemi pasur një rritje të interesit në regjistrimin e votuesve nga Mërgata, dhe në disa komuna ku le të themi përqindja është shumë afër kryerjes pa balotazh, ndoshta votat nga diaspora dhe mund ta mbyllin situatën. Pra po flasim për shembull për Gjilanin, ku vetëvendosja ka qenë shumë afër fitores pa balotazh për një grusht votash, dhe të shohim tani si do të dalin numrimi i votave nga diaspora që pritet të ndodhë duke filluar prej sot e në pak ditët në vijim, pra brenda 2-3 ditëve. Këto zgjedhje e thanë edhe një pjesë e juaj aty në studio, unë nuk e pash prej fillimit do të bisedën tuaj, po këtë pjesë që dëgjova, dëshmojnë një pjekuri, një maturi demokracisë Kosovës, edhe sa i përket të sjelljes votuesve, po edhe sa i përket, duhet thënë edhe sjelljes partive. Është e rëndësishme që subjektet të cilat kanë sabotuar apo kanë pretenduar të shantazhojnë sistemin e Kosovës me braktisje, me bojkote të ndryshme kështu me radhë, kësaj radhe, siç është lista serbe. Këtë doja të pyesja, kush janë këto? Okej, lista serbe. Bën të kundërtën e asaj që bën para 2 vitesh e gjysmë, dhe nëse mbani mend para 2 vitesh e gjysmë hoqën xhaketat zyrtare, u larguan. Patjetër e mbaj mend. Por i pam se si u dyndën drejt kutive zgjedhore, megjithatë aty ka vend për të hetuar dhe për të parë çfarë ka ndodhur. Ka pasur disa alarmime para zgjedhjeve. Çfarë mund të ketë ndodhur kur thoni ka vend për të parë se çfarë ka ndodhur? Ka vend për të hetuar, pra është folur edhe për ndërhyrje nga shteti fqinj Serbia, është folur për ndërhyrje qoftë në influencimin e votuesve, por ndoshta edhe në influencimin e palishëm të rezultatit, nëse kemi votime në grup, apo nëse kemi ndërhyrje të tjera pa rregullta në mënyrën e votimit, por këto janë të gjitha për të parë. Sa i përket listës serbe, ajo dihet çfarë subjekti është edhe si ka ardhur deri këtu, por një pyetje kam këtu. Tashëtutje mendoj që do të ballafaqohet me një situatë të ndryshme edhe në ato komunat veriore të Kosovës, sepse tashmë nuk ekzistojnë më një pjesë e mirë e strukturave paralele. Në të njëjtën kohë atje tashmë janë instaluar të gjitha strukturat demokratike të rendit edhe të sigurisë të Kosovës. Janë stacionet policore të ndërtuara rishtas, dhe të cilat janë edhe të policive të ndryshme specializuara, apo që njihen ndryshe si polici speciale, por edhe policit e zakonshme të rendit rrugore. Zoti Zaimi, kam një pyetje këtu me që jemi tek veriu i Kosovës. E para, pse nuk arriti kryeministri Kurti ta afroj pak me Prishtinën minoritetin serb, përsa ko ka 3 vite që qeverisen këto komuna nga shqiptarët? Edhe çfarë do të ndodh tani që rikthehen serbët? Çfarë pritet të ndodh në këto komuna? Edhe një herë, ne e kemi për detyrë të jemi pak më të vëmendshëm. Është e vërtetë që nuk është një numër i madh votuesish serb, pra është një përqindje e vogël e tyre, por ne megjithatë duhet ta trajtojmë me seriozitet dhe ta shohim pak me më shumë vëmendje. Një fenomen interesant që ka ndodhur për të parë këto zgjedhje është që sado që e kemi rikthimin e listës serbe në institucionet, megjithatë nuk kemi më fitore me mbi 90% siç fitonin rëndom kandidatët e listës serbe. Kemi dhe subjekte të tjera serbe të cilat tashmë kanë një numër të ndjeshëm dhe të matshëm votash. Pra nuk është më fitore 90%, është fitore 60-70%. Do thoni është pak fitore. Është fitore, po megjithatë ka filluar të ndihet një lloj gjallërimi i subjekteve të tjera. Ndryshimet duan kohë të ndodhin, por ka filluar të ndodhë një gjë e tillë, dhe kjo është ajo që ne duam të shohim. Një demokraci gjenuine, autentike, e cila nuk është, pra për serbët e Kosovës, e cila nuk është le të themi me fije të tërhequra dhe manipuluar direkt nga Beogradi. Të shohim si do të shkojë kjo gjë, është një fenomen i cili besoj që është vënë në rrugën e duhur të rendit të ligjit në Kosovë. Nëse jo, prap mendoj që
tashmë Kosova i ka mjetet për të mbrojtur në atë pjesë të territorit të saj dhe kontrollon atë pjesë të territorit të saj, natyrisht edhe me ndihmën dhe koordinimin me partnerët ndërkombëtar. Zoti Zaimi, çfarë do bëni për 9 nëntorin? I drueni skenarit që partitë opozitare të bëhen bashk kundra kandidatëve të vetëvendosjes? Një analizë që i duhet bërë këtyre zgjedhjeve, për mendimin tim, është edhe kjo. Partitë opozitare, flas për këto dy partitë e mëdha opozitare, LDK-n dhe PDK-n, nuk u shpërblyen për qëndrimin e tyre 4 vjeçar refuzues në total ndaj vetëvendosjes. Unë kuptoj që opozita ka për detyrë edhe të qëndrojë kundër qeverisë. Mirë, por refuzimi total në blok, pa bërë dallim për çfarë bëhet fjalë, pa diskutuar aty apo flitet për ushtrinë, për policinë, për territorin, për sovranitetin, ky qëndrim pra në blok kundër nuk është shpërblyer nga votuesit. Dhe mendoj që kjo u dallua qartë edhe në rezultatin e zgjedhjeve. Pavarësisht asaj që u diskutua gjatë ditës djeshme, që me gjas ka qenë një përpjekje për të ndikuar më shumë votuesit dhe opinionin publik se sa ndonjë diskutim mbi realitetin e matshëm, në fund të ditës vetëvendosja mori një rezultat jo vetëm brenda parashikimeve tona si subjekt, por le të themi që surprizuam edhe vetveten. Pra vetëvendosja ka hyrë në balotazh edhe në pej, ku dikur LDK-ja fitonte pa balotazh. Vetëvendosja ka hyrë në balotazh në Gjakov, ku Ardian Gjini pretendonte AK-ja të fitonte pa balotazh. Pra, vetëvendosja e ka rritur, neve duhet t'i krahasojmë zgjedhjet lokale me zgjedhjet lokale. Me zgjedhjet e përgjithshme apo me zgjedhjet lokale të shkuara? Performancën e saj. Krahasuar me zgjedhjet lokale të shkuara. E tha dikush në studio dhe unë pajtohem. E tha Goxhaj, po. Zgjedhjet qendrore janë të ndryshme në natyrë. Pra, në zgjedhjet qendrore diskutohen çështje të nivelit më nacional. Janë natyrisht edhe të nivelit më ideologjik apo më politik, diskutohen dhe themi politika që të paktën në shpjegim kërkojnë edhe një nivel abstraksione, ndërsa te zgjedhjet lokale ne flasim për zbatim shumë praktik të politikave që kanë bëjnë me jetën e përditshme të qyteteve dhe të fshatrave. Dhe edhe këtu, ku vetëvendosja zakonisht përpara ka pasur vështirësi për të depërtuar të votuesit, vetëvendosja edhe këtu e rriti shumë rezultatin e vet. Unë e kuptoj edhe këtë tjetrën që po diskutohet, që një pjesë e subjekteve po thonë se kanë fituar të vota për këshillat komunal, për asamblet komunale. Edhe mendoj që është mirë që kanë fituar, sepse nëse vetëvendosja ka qeveri qendrore dhe po fiton zgjedhjet nacionale, po fiton edhe kryetarët e komuna, është mirë që dhe ata kenë megjithatë një prezencë si opozit. Është mirë që po fitojnë asamblet komunale. Pra nuk e shifni si humbje, e shifni atmosferës. Po s'mund të fitoj vetëvendosja gjithçka, se do ishte absurd të pastaj. Duhet të ketë një bashkëjetesë demokratike të subjekteve. Vetëvendosja është përqendruar më shumë te gara për kryetarët dhe efektivisht garën për asamblet mund ta kenë fituar subjektet e tjera. Mirë, Zaimi, tani Albin Kurti pritet të prezantojë kabinetin e ri qeveritar, jo më vonë se 26 tetori. A i ka numrat për të bërë qeverin? Kjo mbetet për të parë, por rezultati i zgjedhjeve lokale, kështu siç është, dhe me sa kuptoj unë, aq sa kam përcjell nga mediat dhe aq sa njohim persona të cilët na tregojnë edhe çfarë mendon opozita, rezultati i zgjedhjeve lokale ka qenë i tillë që për opozitën mendoj që mund të jetë paksa edhe dëshpërues ose friksues. Për sa i përket përballjes së tyre të menjëhershme me zgjedhje të tjera. Dhe kam përshtypjen që ata nuk janë të gatshëm të shkojnë në zgjedhje. Prandaj mund edhe të kemi votat për një qeveri Kurti 3. Por si shtat ju, viti tjetër është vit që ne përballemi me zgjedhjen e presidentit. Edhe me çështjen e zgjedhjes së presidentes ose presidentit, edhe me çështje të tjera. Por ne duhet të flasim për këto barriera kur të vijë momenti që të duhet t'i kalojmë ato. Për momentin unë kam përshtypjen, po prapë që mbetet për të parë se është në dorë të opozitës më shumë se sa. Po në dorë të kujt, me kë ka më shumë mundësi vetëvendosje për të bërë një aleancë? Me LDK? Vetëvendosja ja ka ofruar gjatë këtij viti ja ka ofruar aleancën qeverisëse apo bashkëpunimin qeverisës ja ka ofruar LDK-s disa herë dhe ka marrë një refuzim. Unë prandaj e përmenda qasjen bllokuese.
ka qenë një qasje bllokuese e paarsyeshme, sepse ne kemi pasur edhe më përpara bashkëpunime me LDK-n. Nuk do të ishte bashkëpunimi i parë apo thyrje në i tabuje, dhe mendoj që kjo nuk e ka nxjerrë mirë LDK-n në fund, pra është subjekti i tretë në këto zgjedhje lokale sa i përket kryetarëve të komunave. Po megjithatë, të shohim në situatën ku jemi, kjo do të varet shumë edhe nga mënyra se si do të menaxhohet fushata për balotazh. Pra jemi në një situatë ku të gjitha partitë në komuna të ndryshme përballen me njëra tjetrën. Pra kush vetëm vetëndosje që përballet me to, po dhe ato me njëra tjetrën. Mirë, e fundit, juve... Kjo do të krijojë hapësira dhe për diskutime midis partive, për të koordinuar dhe për të arritur sa më mirë rezultatet e tyre dhe synimet e tyre. Të shohim, natyrisht unë shpresoj që këto diskutime do të jenë në bazë të parimeve dhe në bazë të nevojës qytetarëve. Por natyrisht që këto diskutime do të ndikojnë edhe procesin për krijimin e qeverisë së re. I drueni zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë? Vetëvendosja them. Tani se kam parasysh pak më parë tha Ardit Bido që askujt nuk i interesojnë zgjedhjet në Kosovë. Pra as partive opozitare, duke u nisur gjithmonë nga rezultati këtyre zgjedhjeve, as vetëvendosjes. Duke parë rezultatin e zgjedhjeve të fillimit vitit 2025, pra të në shkurtit, pa? Duke parë atë rezultat, ne u përpoqëm që të ecnim përpara me institucionet, po duke parë që rezultati ishte praktikisht ajo që në gjuhën e shaut quhet pat, neve në fakt kemi kërkuar zgjedhje që në qershor dhe kemi qenë gatshëm edhe madje edhe shumë të dëshiruar për të pasur zgjedhje të përgjithshme para zgjedhjeve lokale. Qysh në qershor sepse kishte përpara procese të rëndësishme për Kosovën, qoftë në nivelin ndërkombëtar. Nuk na u krijua kjo mundësi, sepse edhe për të shkuar në zgjedhje duhet që të konstituojë kuvendi, se vetëm kuvendi mund ta çojë vendin në zgjedhje. Kuvendi u konstitua së fundmi, pra pak ditë para zgjedhjeve lokale. Tani janë krijuar kushtet që ose vetëvendosja ta krijojë qeverinë. Ka një pyetje Bido, Zaimi. Ka një pyetje Ardit Bido. Përpara se të lë. Jo, s'është pyetje, një shtesë, dakord, një saksim. Sepse unë prapë kthehem komunave shumicë serbe. Gjithçka tjetër është çështje politike dite e cila le të themi ka dinamikën e vet dhe ka interesin në Shqipëri, jo sa në Kosovë. Kur vjen fjala për komunat serbe, është çështje interesi kombëtar. Dhe atje shkojmë në një linjëzim që duhet kemi mbi këtë interes. Dhe doja të saktësoja të çfarë tha Arbri, që në zgjedhjet e fundit kanë qenë me 90% partitë serbe, sot jam me 80%. Vetëm nëse shkojmë 2017, jo më larg se 2017 me zor kalonte lista srpska 60%. Pra, ne i kemi dhuruar listës srpska përfaqësimin e komunitetit serb dhe këtë përdorim dhe në retorik. Nuk themi u kthyen serbë në zgjedhje, themi u kthyen lista srpska në zgjedhje. U kthyen Beogradi në zgjedhje. Dhe edhe në akuzat cilat janë bërë nga elita politike shqiptare në Kosovë, që ka pasur ndërhyrje nga Beogradi, kjo mua më duket autogol. Ti në shtetin tënd, në territorin ku ti ke policin, ke kontrollin, ke pas edhe kryetarët e bashkive drejt që mori, që s'duhet ishin shqiptarë në asnjë lloj rrethane. Duhet ishin serb lokal kundër Beogradit, pro interesit qeverisë Kosovës. Ti të thuash që me vëzhgimi nga policia tënde, me vëzhgimi nga komisionerët e tu, se komisioner ka pas kudo, dhe partitë e mëdha shqiptare kanë pas komisioner kudo në veri të Kosovës. Pas kanë ndërhyrë për të influencuar, pra për të manipuluar rezultatin zgjedhor, do thotë ti s'ke kontroll të territorit sërish. Pra ku ke ardhur? Ke ardhur në pikën jo para 4 vitesh, që u bë ndërhyrje policisë Kosovës në veri, po ke shkuar 2011-ën. Në çastin që ti nuk arrin në çastin që ti pretendon në retorik publike se nuk e arritur që të ndalosh manipulimin e zgjedhjeve, do thotë që ti s'ka asnjë lloj kontrolli në veri. Dhe kjo duhet të jetë shqetësuese. Momentin do ta shohim që nëse do të ketë një minimum serioziteti nga partitë politike shqiptare në Kosovë, dhe këtu i përfshit gjitha. Po. Do ta shohim në balotazhin Klokot. Shqiptarët në Klokot janë 25%. Thjesht dhe vetëm për të hequr atë një bastion të listës srpska, e bëjnë diferencën me shumicë për të dalë fitues Sreçko Spasic, që ka qenë dikur kryetar komune, po që ka qenë dikur flirtonte edhe me Slobodan Petrović me SLS-n, ishte këshilltar në ministrinë
në qeverinë e Kosovës, pra jo me listën sërbska, që atje do duket, po nuk ekziston ky lloj serioziteti. Ne duhet ta themi këtë. Ja kemi dhuruar ne. Listën sërbska, sot e bëjmë gogol, e kemi krijuar ne. S'ka që lista sërbska këto për masa 2017, s'ka të vëjtë vemi më herët. 2017, s'ka qënë. E kemi krijuar ne. Mirë, përgjegjësi e kujt është kjo? E gjithë klasës politike? Elitës politike shqiptare në Kosovë, patjetër. E gjithës. Okej, të jap mundësinë Zaimit për një përgjigje para se ta lë të lirë. Po, e kuptoj frustrimin edhe pse nuk të pajtohem me të lloj shprehje të Arditit kur thot ne. Ne kush, se unë Arditin nuk e kemi krijuar. Lista serbe, se po flasim këtu jemi kthyer në 2011 lista serbe nuk ka ekzistuar. Lista serbe është krijuar në 2013 pas marrëveshjeve të turpshme, të nënshkruara nga persona cilët sot janë atje ku janë edhe shpresojmë të lirohen. Por pasojat atyre marrëveshjeve i bartim të gjithë ne. Ne i kemi kundërshtuar si vetëvendosje dhe unë si arbër, pra me që po flasim, ne kemi kundërshtuar krijimin e këtij subjekti. Duke denoncuar që në fillim që është një subjekt i krijuar në Beograd që nuk e njeh shtetësinë e Kosovës dhe saboton Kosovën. A ka hapësirë Serbia për të ndërhyrë në Kosovë? A ka një rrjet të influencimit Serbia? Patjetër që e ka. E ka të trashëguar, e ka natyrisht edhe të tipit të spionazhit, po edhe të tipit të luftës hibride. Neve këtu mund të bëjmë sikur se dim, po ne shohim që personat të cilët po dëshmohen që janë bashkëpunëtor të instrumenteve të Serbisë, i shohim që kanë shumë hapësirë edhe në Tiranë. Edhe kjo është pastaj për të bërë më fal që të ndërpres, jo thjesht ne e dim, çështja është ne lejojmë, e kur them ne, them pala shqiptar. Dëgjoj, të lutem, ta kryej sepse nuk mund të se s'bën dot debat nga Skype, po e vërtet, nga online, po. E kam fjalën këtu që flasim për persona të cilët parashtrojnë një agjendë. Janë persona të cilët vinë me synimin për të ndikuar opinionin publik, me lajme të doktoruara kinse, si zbulime, apo si afera, apo si skandale, ata trondisin opinionin tonë publik dhe krijojnë narrativa. Pra po flasim për një hapësirë që i jepet instrumenteve të cilat duhet të ishin në radhë parë duhet të ishin të vetuara, duhet të ishin të shqyrtuara me vetë shërbimet e Shqipërisë para se të hyjë me kjo hapësirë. E para kjo, e dyta, sa i përket kryetarëve të komunave, a duhet të ishin ata të kësaj etnie apo të asaj etnie? Kosova është një shtet demokratik i qytetarëve të saj, dhe asnjë detyrë publike në Kosovë nuk mund të paragjykohet nga etnia. Nuk mund të thuhet filan detyra duhet jetë serbe, apo duhet jetë shqiptare, apo duhet jetë kështu apo ashtu. Nëse ti je shtetas i Kosovës, ke të drejtë të garosh për detyrë. Mund të jetë shqiptari kryetar i një komune edhe në veri të Kosovës dhe nuk ka asnjë lloj problemi dhe patëm këtë situatë ka qenë totalisht legjitime. Mirë, Zaim. Nëse serbët për arsye të ndryshme nuk marrin pjesë në procesin demokratik, ata do të bartin pasojat. Patjetër do të bartin pasojat. Nuk mundemi të bëjmë sikur luajmë me demokracinë. Demokracia nuk është lojë. Është rreth parë zbatimi i ligjit dhe ruajtja e drejtave. Nuk dhurohen drejtat. Drejtat ruhen, garantohen, por nuk dhurohen. Nëse nuk do t'i marrësh, nëse nuk ke dëshirë t'i ushtrosh, i humbet patjetër. Ja, thjesht një fjali një fjali ka në fund përpara se të të lë. Mos na e zgjat debatin shumë, Ardita. Pasojat, cilat janë pasojat e mospjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje, është kompaktësimi i mëtejshëm i tyre drejt listës sërbska, që do thotë në afatgjat që ti ke një organizëm kancerogjen brenda trupit të shtetit tënd. Dhe të thuash që nuk ndërhyjet është çështje demokracie, dim që është çështje demokracie, por ka dhe common sense, që diku ku pakica është mbi 90%, nuk do jetë nga shumica kryetari i bashkisë apo i komunës, dhe e dyta, më kryesorja, që shumica partit politike cilat qeverisin drejt qemori kanë mekanizma, duhet krijojnë mekanizma, duhet krijojnë instrumente, se si ta përçajnë këtë lloj situata dhe jo ta kompaktësojnë drejt listës sërbska. Mirë, Zaimi, të falenderoj shumë për ndërhyrjen. Nëse mundem edhe një fjali, ne jemi në kushtet të prezencës të luftës në Europë dhe ne po shohim se si Rusia, edhe kjo po vërtetohet që ndërhyn madje edhe në zgjedhjet të shteteve të rëndësishme të nivelit superfuqive. Nuk duhet parë
denoncimi ndërhyrjes si dobësi. Përkundrazi, denoncimi i ndërhyrjes tregon që ti ke aftësinë për ta perceptuar këtë ndërhyrje dhe për t'u kundërvënë asaj. Ti bësh qenë vetes dhe ti thua që s'ka ndërhyrje, është një lloj sikur thua që Serbia është një fshi normal. Nuk është një fshi normal. Këtë jemi duke thënë. Sa i përket apo bëhen monolit serbët. Jo, nuk po bëhen monolit serbët. Unë jetoj në Kosovë për një kohë të gjatë, të ndjek situatën dhe unë duhet të them këtë. Sot neve kemi në radhë parë nuk janë më 10 deputet të listës serbe, po janë 9 të listës serbe dhe një tjetër. Sot kemi një nën kryetar serb i cili nuk vjen nga lista serbe. Pra ka avancime institucionale të cilat duhen parë me vëmendje, nuk është mirë të flitet në blok dhe të përhapet një atmosferë domethënë defetiste se nuk është situata e tillë. Nuk është situata e tillë. Sa i përket serbëve, nuk janë serbët një lloj të gjithë. Ka serbë që pranojnë Kosovën, ka serbë që pranojnë të punojnë me konditat, me kushtet, me kushtetutën, me ligjet e Kosovës. Ka serbë që natyrisht me cilët ne duhet të bashkëpunojmë edhe në Kosovë, po edhe në Serbi, patjetër që ka serbë cilët e pranojnë dhe duan ta njohin Kosovën. Ne duhet të promovojmë ata dhe të shojmë përpara. Kjo është ajo që ne po përpiqemi të bëjmë. Kjo nuk ndodh duke normalizuar listën serbe, siç ka ndodhur deri tani. Kjo përkundrazi ndodh duke u përpjekur të normalizohen subjektet e tjera, dhe këtë po përpiqemi të bëjmë. Okej, Zaimi, të falenderoj shumë për ndërhyrjen. Shumë faleminderit. Vokshi, ndjes, duhet ja jap fjalën Vokshit se na ka pritur të gjithëve shumë gjatë. Po ma lidh analizën tënde edhe me formimin e qeverisë në 26 tetor. Me që kemi shumë kohë në dispozicion, se u ndalëm pak gjatë me zotin Zaimi. Pari duhet ta lidh me këtë çfarë u tha këtu. Po. Bashar al-Assadi, familja Assad e ka mbajtur atë gjendje një jashtëzakonshme një 4 dekada. Tani, këta grupi në Prishtinë duan të qeverisin Kosovën nëpërmjet një psikoze të gjendjes së jashtëzakonshme. Sikur ne jemi këtu një gjendje të jashtëzakonshme dhe të mos bëjmë asnjë punë Kosovë. As mos qeverisim në ekonomi, as mos qeverisim në institucione, as mos bëjmë asgjë. Kur të na kërkojnë llogari, dalim e themi këta i paguan Serbia dhe janë njerëz të Serbisë. Pika kyçe për ta forcuar një shtet, meqense po flasim për mbrojtjen e shtetit dhe forcimin e shtetit, është të forcosh ekonominë dhe institucionet. Pra dezintegrimi i popullsisë, varfëria, shkatrimi i institucioneve, rënja e besimit tek institucionet, të gjitha këto përbëjnë në vetvete rrezik për sigurinë kombëtare. Dhe nëse ti nuk merresh me institucionet, nuk merresh me ekonominë, nuk ke një shpresë ose besim të njerëzve tek shteti, po merresh vetëm me idenë që këtu do vi gogoli serb, kjo është në psikozën e gjendjes jashtëzakonshme, por nuk zgjidh asgjë. Nëse do ta përballosh një armik potencial, ose nëse do ti parandalosh ndërhyrjet e shtetit, duhet të kesh sparje ekonomi, duhet të kesh burime njerëzore të trajtuara. Pra ti marrësh nga Kosova dhe ti shkollosh dhe ti trajnosh në qendrat dhe në shkollat e sigurisë, pra nuk mjafton kjo. Në lidhje me formimin e qeverisë, a do ja dal Kurti të bëj ato 61 votat që i duan? Ato që s'bëri dot për kryetarin e kuvendit? Nëse ecet me këtë psikozën që sapo përmenda, nuk do t'ja dalë dhe do ta mbaj Kosovën në krizë. Në Kosovë është krijuar kjo ideja sikur Albin Kurti duhet ta bëjë gjithmonë qeverinë i vetëm. Kjo nuk është kështu dhe nuk ka pse të jetë kështu. Pra në fillim ka qenë rrugova popullor, mirë po e ka lëshuar postin e kryeministrit me konsensus. Pra janë pranuar kryeministra konsensual të tipit Bayram Rexhepi, Ramush Haradinaj, Egim Çeku, deri dhe duhet ta bëjë Albin Kurti këtë? Duhet ta bëjë sepse nuk ka një vend, sidomos një vend si Kosova, ku një parti politike të ketë atë mazhorancën mbi të gjithë. Njëherë ra Daci në Kos në Kosovë dhe atëherë nuk e kishte pa koalicion, se e kishte me listën Guxo, por nuk kishte vetëm vetvendosja që mori atë pushtet, sa e ngatrojmë ne, ishte qeveri koalicioni. Albin Kurti dhe Vjosa Osmani me këtë krahun e listës Guxo, morën atë 51-shin. Nuk e mori vetëm me vetvendosja. Tani kanë ngritur këtë idenë që o duhet ta formoj vetvendosja vetë o s'ka. Pra një shtet, një republikë është produkt konsensusi. Merrni të gjitha vendet në Europë, analizojni si e kanë formuar qeverinë, e kanë formuar qeverinë me 2 parti ose me 3 parti. Pra ti thua që vetvendosja si duhen partner? Unë them që vetvendosja duhet ta shikoj veten. Se ka ushqyer këtë frymë bashkëpunimi. Duhet ta shikoj veten si një parti normale e një republike.
jo si një parti revolucionare në psikozën e luftës me armiqtë e brendshëm dhe të jashtëm, që e kemi kaluar në atë para 40-50 vjetësh në Shqipëri. Nuk besoj se ka ndonjë vlerë dhe sjell ndonjë gjë të mirë që të bëhet në Kosovë. Pra, siç thanë ata të AFD-s në Gjermani, ne shihemi si parti radikale që nuk mund të qeverisim institucione, duhet shohim të reformojmë vetveten. Që njerëzit na shohin si politikanë besueshëm dhe si parti e besueshme për të mbajtur në këmbë institucione të qëndrueshme. Dhe vetëvendosja, nëse do të kontriboj për mirë në mbarvajtjen e shtetit Kosovës, duhet ta riformatoj veten, të ik nga i radikalizmit, mos dal kryetari të thot gjithë spektrit opozitar këta janë hajvan. Dhe është hajvanati, të mos financoj propagandë ku gjitha partitë e tjera quhen argat të Vučićit, të Serbisë, të Miloševićit, të Pashiqit, të çka në ato retorikat e veta, pra duhet të kthehet në një parti normale, të njohë legitimitetin e faktorit politik. Pra PDK-ja është legjitime, LDK-ja është legjitime, AK-ja është legjitime, siç edhe vetvendosja është legjitime për të formuar institucionet. Nuk mund që një parti të jetë legjitime dhe partive tjera që marrin vota po nga shqiptarët e Kosovës, të mos ju njohësh legitimitetin, thua këto janë parti që i shërbejnë Serbisë. Për mua kjo nuk është normale. Mendoj që vetvendosja dhe çdo parti tjetër duhet njohë atë përgjegjësinë shtetërore. Dhe të njohë rolin e saj si faktor, s'po them konstruktiv, por si faktor i zgjuar politik që pranon realitetin dhe ndërton qeveri produkt të një konsensusit përbashkët. Kur ka pasur ndonjëherë Kosova qeveri jo të konsensusit? Gjithmonë, prej vitit 90, kur është filluar kjo përpjekja e Kosovës për shtet, ka që një konsensus i A do t'ja dalë këtë herë është pyetja, do t'ja dalë këtë herë, çfarë duhet dakord? Nëse ka mendjen për konsensus, ja del. Deri tani ty si duket, ka mendje për konsensus apo ja? Nuk duket se ka mendje për konsensus, ka mendje për t'i nështruar partitë të tjera. Edhe LDK-n që e fton aty në koalicion, thotë që t'i ftoj unë këta në koalicion dhe çfarë do që të ndodhë, të hik nga koalicioni dhe t'ja vlej përgjegjësinë këtyre. Pra ka këto skemat. Nuk më duket se është një parti e cila, s'po them e moderuar, por e cila është e pjekur. Po ti ishte ashtu ishin komandantët UÇK-s që s'do pranonin aleancë dhe të lëshonin pushtet me askënd, se mund thonin jemi partit luftës ne dhe vetëm ne jemi patriot dhe gjithë tjerët janë tradhtar dhe ne o qeveri 100% tonë no nuk pranojmë. Por nuk e bën komandantët UÇK-s sepse kuptuan që realiteti në Kosovë është tjetër. Nuk është realiteti i kësaj psikozës së gjendjes së jashtëzakonshme ku vetëm ne jemi patriot dhe gjithë tjerët janë tradhtar. Kështu mendoj. Guxhaj, mendon që ky do jetë skenari i zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë apo mund të dalë Albin Kurti? Unë do ta quaj Albin Kurthi dhe jo Albin Kurti. Kurthi? Pse? Albin Kurthi? Po, Albin Kurthi, sepse Albin Kurthi është duke i futur në kurth të partitë politike, sepse është gjitha partitë politike në Kosovë, se Albin Kurthi është i vetmi i cili interesojnë zgjedhjet e parakohshme. I interesojnë? Absolutisht, i interesojnë zgjedhjet e parakohshme përpara mbylljes së procesit gjyqësor në Hag. Me mbylljen e procesit gjyqësor në Hag në fund të këtij viti, ka rrezik që gjysma atyre që janë atje dalin. Dhe kushdo që dali për atje. Në zgjedhjet pasi dalin Albin Kurthi ja rrezikojnë pushtetin dhe Albin Kurthi nuk merr dot vota më me daljen e tyre. Pra, qoftë del Hashimi, qoftë del Kadria, Albin Kurthi rrezikohet. Prandaj Albin Kurthi i intereson patjetër votimi përpara dhe është duke i futur në kurth me këtë i para futi LDK në kurth me votimin e një kryetari të parlamentit i cili ishte njëri anti-UÇK-s dhe LDK e votoi kasile për të punë, sepse LDK-ja duhet zgjidhte midis një personi anti-UÇK-ja dhe një personi që vinte nga rreth e UÇK-s, sepse u propozuar Shqipe Selimi. Shqipe Selimi është gruaja e Recep Selimit dhe është edhe ish antare e ushtrisë shqiptare të Kosovës vet. Pra, ose të zgjidhte një antar të UÇK-s, ose të zgjidhte një që ishte kundër UÇK-s. Dhe LDK-ja gjithnjë ka vepruar në këtë aspekt. Pra i ka interesuar më mirë të zgjidhë një kundër UÇK-s, se sa të zgjidhte një antar të UÇK-s. Dhe prandaj e bëri edhe atë votimin që e bëri. Njëkohësisht votoi edhe në Nadrashiqin, njëkohësisht në këtë aspekt. Mirë, aty kishte një fitore Albin Kurthi te votimi. Nuk është çështje fitore, është çështje Kurthi që Albin Kurthi. Pra aty ku Albin Kurthi e shef interesin, e pranon një lloj koalicioni. Dhe nuk është rrezik që edhe në këtë balotazh tashmë të kesh një koalicion ndërmjet Albin Kurthit dhe LDK-s për të futur një përçarje midis LDK-s, PDK-s dhe AK-s. Bashkë ka votuar PDK-ja, jo LDK-ja. Tani Rashiç ka votuar. Ja Rashiçin se ngatarova, okay. Dhe tashmë mund të bëjë një marrëveshje për këto për t'i futur përçarjen, që në zgjedhjet përgjithshme të mos shkojnë bashkë. Po nuk shkuan bashkë Albin Kurthi sërish del fitues. Po shkuan bashkë Albin Kurthi nuk del më fitues. Okej. Por ama po shkuan në zgjedhje, pas përfundimit të procesit gjyqësor, Albin Kurthi si bashkë si vetëm nuk del më fitues.
Prandaj të vetme që intereson nuk ja doli Albin Kurti ta formoj qeverinë, mund të bëhen bashkë partitë që Albin Kurti e formon dot qeverinë, pra edhe sikur të doj ta formoj, nuk mendoj që do ta formoj, po që se nuk bën atë që tha pak më parë, që të bëj një marrëveshje me LDK-n, se me PDK-n ata nuk bëjnë marrëveshje, po të bëj një marrëveshje me LDK-n, dhe marrëveshja me LDK-n do thotë që ose do t'ju lëshoj atyre presidentin në prill të vitit që vjen, ose do t'ju lëshoj kryeministrin. Një nga të dyja, se të dyja s'mund t'i mbaj. Pra, nëse bën një marrëveshje tillë, pra e shet Vjosa Osmanin, pra duhet ta shesi Vjosa Osmanin. Albin Kurti, po. Absolutisht. Ose do shesi Vjosa Osmanin, ose do liroj karrigën e tij. Për të bërë qeveri. Gjasat janë? Gjasat janë që nuk ka për ta bërë. Jo, nuk ka për ta shitur. Asnjëra as tjetër. Pra, skenari është i zgjedhjeve të parakoshme. Unë mendoj që do shkojnë zgjedhje parakoshme, se s'ka rrugë dile. Pra, Albin Kurti këtu do shkojë. Në dhjetor është afati. Në dhjetor, në janar Kurti po ta vendosi gjykata kushtetuese pasaj, se nuk është se vendosi. Dakor, jo, mendova mos ka ndonjë datë të përafërt. Beqa, ta mbyll me ty para se të shkojnë në reklama? Jo, thjesht një shtesë sa i përket çështjes serbe. Politika është shpërndarje fuqie. Ne mund bëjmë gjykime normative këtu sa duam, po është realiteti në terren ai që përcakton mënyrën si zhvillohet politika. Dhe lista sërbska nuk është burimi i problemit në Kosovë. Është pasojë e problemit. Problemi është marrëdhënia e tensionuar ndërmjet komunitetit serb dhe institucioneve, në përgjithësi institucioneve shqiptare në Kosovë. Komuniteti serb në përgjithësi refuzon të integrohet në institucionet e Kosovës. Jo, gjithë komuniteti serb, vetëm në veri, në jug nuk e pas asnjë problem. Ta mbaroj. Shumica e komunitetit serb ka një urrëtie për shtetin e Kosovës dhe ky është realitet. Dhe të mendosh që me anë të inxhinierimeve elektorale nga ana e shqiptarëve, ti të krijosh një ndasi ndërmjet Beogradit dhe komunitetit serb, në mënyrë të veçantë komunitetit serb që banon në komunat në kufi me Serbinë, është politikë jo realiste. Një, s'dyti, duhet të thënë që komuniteti serb nuk është një komunitet i madh. Ja ta mbaroj. Komuniteti serb nuk është një komunitet i madh në Kosovë, është një komunitet relativisht i vogël. Dhe pavarësisht se kemi një numër të madh komunash, 10 komuna, shumica e komunave janë në mainland, janë në brendësi të territorit të Kosovës. Ato nuk janë problematike. Problemi janë 4 komunat në kufi me Serbinë, ku ndikimi i Beogradit është shumë i madh dhe ku lidhja e komunitetit serb me Beogradin është shumë e madhe dhe ky është realitet, ky është fakt. Pra nuk është një realitet i inxhinieruar elektoral që lista sërbska fiton atje. Fiton sepse ky është realiteti ndërmjet komunitetit. Dhe e vetmja mënyrë për mua që kjo situatë relaksohet është nëpërmjet integrimit gradual të komunitetit serb në institucionet e Kosovës. Prandaj e bëra pyetjen në fillim që a dështoi Kurti, shumë e vështirë që të ndodhë pa një zbutje të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Prandaj të gjitha këto janë të lidhura me njëra tjetrën. Serbia ka në dorë Kosovën me marrëdhënie me Serbinë. Serbia pas ka ndorë Kosovën. Qa kundështoj këtu? Qa kundështoj këtu? E para mos e egzageron se sta njërin që pas ka Serbia në dorë Kosovën. Vetëm relaksimi në Serbi mund të prodhoj të komuniteti Qa kundështoj këtu? Nuk ka lidhje. Radoj Qiqi, lista sërbska, ka emëruar gjdo... Tani ke hyrë politikës, nuk jemë në gazdari dhe mund spekulosh me fjalë. Unë nuk e thash që Serbia... Po shumë rëndësishme kjo, saksimi është shumë rëndësishme. Nuk e ka në dorë Serbia Kosovën as të ardhmen e Kosovës. Unë po them tjetër gjë. Po them që integrimi komunitetit serb në mënyrë të veçantë, ati komuniteti që banon në komunat në kufi me Serbinë, është në varësi të madhe të raporteve që ka Serbia me Kosovën. Po integruar ka qënë sepse në verit Kosovës kanë qënë të emëruar gjykatës, policë, punojnës administrate nga komuniteti serb, po nga kush? Nga Radoj Qiqi. Radoj Qiqi kishte emëruar një më një ata. Po sepse marrëdhëniet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës ishin më të zbutura, më të tensionuara, ishin në negociata. Tmeri është një terrorist emëronte. Një terrorist emëronte. Atë që po them unë. Po jo, them krejt kundërtë. Gjithë problemi është që mentaliteti dhe mentaliteti që shpreti është që ose partit politike do të shqiptare do të emërojnë shqiptar,
Ose do t'i thonë Radojqiqve që të emërojnë serb. Në ndërkaq, paradigmat ndaj pakicave në Balkan. Ka qenë marrëveshje, është marrëveshje e 2011. Po që është skandaloze. Paradigma në Balkan na tregojnë jo shumë larg Novi Pazar. Novi Pazar që kishe bosnjak, që kishe mësuar genocid, që sot qeverisën nga lahat të Vučićit. Po shkon larg, po ndryshon, po se kjo serbët është mentalitet i cili. Çfarë mentalitet janë banorë serb, është marrëkush serb, se ka listën sërbska, ka dhe serbët që se fiton 90% lista sërbska. Se ajo që ka ndodhur në këto vite veçanërisht në 8 vitet e fundit, është që gjithë serbët janë alienuar. Kjo është traditë, është në vërtet. 2017 ka qenë 60% merrte lista sërbska. Në 2012 merrte 55% lista sërbska. Gjitha partitë politike shqiptare në Kosovë kanë bërë marrëveshje me lista sërbska nga 2011 ai tej. Edhe Albin Kurti, i fundit ishte Albin Kurti kur zgjodhi Vjosa Osmani për presidente. Pa pjesëmarrjen e listës sërbe autoritetet shqiptare. Jo, ndikojnë autoritetet shqiptare. Ndikojnë autoritetet shqiptare. Qeveria nuk ekziston për një arsye. Qeveria ekziston pikërisht për të lloj politike. Në vend që të bëjë gjithë serbët në veri të Kosovës votojnë listën sërbska, të bëjt kundërtën, bëjnë të votojnë një parti e cila një pavarësi e Kosovës që ka. Do t'jap 3 shembuj për atyre 5 viteve. Kur mori pushtetin Albin Kurti fillim në para 5 viteve. 2021. Bëri marrëveshje me listën sërbska për të zgjedhur Vjosa Osmani presidente, se pa prezencën e tyre nuk e zgjidhte dot. Se duhej korumi prej 84 votash. U bë marrëveshje me ta. Kur erdhi puna për të bërë ligjin për pensionet, për të përzënë veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës nga pensioni, pra për ta përzënë ÇK nga ligji për pensionet, bëri marrëveshje sërish me listën sërbska. Para 2 viteve kjo. Dhe tashti, nga që ati nuk i leverdisi dhe i leverdisi që ta acaronte situatën për të shitur patriotizëm, sepse gjithë maskaret përfundojnë të patriotizmi, qa bëri u ngritë dhe tha që lista sërbska duhet jetë fare në parlament. Dhe ajo bëri që lista sërbska të unifikohet dhe gjithë serbët të unifikohen pas listës sërbska për të marrë ato votat. Po mos ta kishte bërë atë lojë. Nuk do unifikoheshin. Ato të unifikuar ishin edhe përpara. Jo, nuk ishin të unifikuar. Nuk ishin të unifikuar. Dhe Vučići ka bërë çdo gjë që është në dorën e tyre. Nuk ishin të unifikuar, nuk kanë qenë të unifikuar, e ke gabimur. Nuk kanë qenë të unifikuar. Zgjedhjet e 2017-s nuk kanë qenë të unifikuar. 63% lista sërbska. Sot e ke 85. 63% 85. Në Leposavić, 61% lista sërbska. Tani, s'kanë qenë më të unifikuar. Po nuk është e vërtet. Tani pa fund. Edhe sikur të ishte e vërtet, jo, më nuk kanë qenë. Shqiptarët duhet punonin që ta pavarësisht që ta mbyll me ty. Ku doni të dilni me këtë debat? Pra çfarë thjesht për ta përmbyllur? Kur ka ardhur për nevoja elektorale, partitë politike në Kosovë, ose partitë politike kanë bashkëpunuar me listën serbe, po. Për nevojat të tyre personale dhe politike kanë bashkëpunuar me listën serbe. Kurse kur ka ardhur puna për votime, gjithnjëri, po ti shohësh të gjitha në prag të votimeve, kanë luajtur rolin e patriotizmit dhe kanë drejtuar gishtin nga lista serbe. Ky është problemi dhe kjo ndodh edhe sot thua. Absolutisht, dhe kjo i ka bashkuar serbët pas listës sërbska. Okej. Dhe kjo i ka forcuar edhe më tej. Absolutisht i ka forcuar edhe më tej. Pra nuk është çështje ndërhyrjes së Beogradit, ose ndërhyrjes së Rusisë, si shtai zotëria këto prallat rusisë, është hajde ukrinezojmë edhe Kosovën. Po jo, Beogradi ka ndërhyrë çështja është kjo diet. Ata janë të varur ekonomikisht nga Beogradi, pa lemët, po jo se nuk janë të varur ekonomikisht nga Beogradi, jo të gjitha sentimentet e tjera. Ata janë të varur ekonomikisht nga Beogradi, o mentor. Ata paguajnë nga qeveria e Kosovës të gjithmonë, nuk janë të varur. Ata marrin dy rroga, marrin një nga qeveria e Kosovës, një nga Beogradi. Si janë të varur nga Beogradi. Nuk është se po dha Beogradi para, ata mbeten pa lek. Jo, energjinë elektrike nuk ja paguan në Beograd, ja paguan qeveria e Kosovës atyre energjinë elektrike. Ashtu siç e merrenin atë pensionin edhe në ata. Jo, pra është ekstra pension, ekstra. Nuk janë pa pension, nuk janë pa. E parë, problemi themelor është ky. Që ata janë qytetarë të shtetit Kosovës, por që janë besnik ndaj shtetit të Serbisë. Në shumtën e rasteve. Kjo është problemi themelor. Po janë serbë, janë komuniteti serb. Janë komuniteti serb, patjetër, po këtu buron problemi. Problemi buron që ata refuzojnë, një sekondë, refuzojnë që të njohin shtetin e Kosovës. Në momentin që refuzojnë njohjen e shtetësisë së Kosovës, nuk e ka refuzuar dhe jo në Prishtinë. Kush e ka refuzuar? Kush e ka refuzuar njohjen? Po s'është e vërtetë. Po lista sërbska është pjesë e parlamentit, por nuk e ka refuzuar njohjen e shtetësisë. Se nuk e vazhdon në refuzion. Po nuk e refuzon shpërblimet e kushtetues përjashtohet nga parlamenti, nuk mund ta refuzojë. Pavarësisht se merr pjesë në institucionet e Kosovës,
nuk e ka njohur, nuk e ka pohuar, nuk ka asnjëherë një Ore, deklaratë. ka njohur mos e ka firmosur, ka hyrë kur mirë. Lera ajo është, unë nuk po them Po, de ne po facto flasim e ka ligjërisht njohur për edhe Beogradi. Beogradi, se ka hyrë ka negociuar me Kosovën. Nuk po flas për atë. Po s'ka Unë flas negociuar për me një Beogradin, njohje, me Kosovën për me këta, një ka negociuar pohim vetë. të shtetësisë së Kosovës dhe nuk dua të flas për listën sërbska, se për mua është problem periferik. Problemi është se si të integrohet komuniteti sërb në institucionet e Kosovës. Vlen ky debat për ta bërë dhe një herë tjetër. Fakt sot është që ata kanë fituar 9 komuna. Po janë më ligjet se si të integrohet, ju përkon në përqindje se e ka përshtat Dhe analiza ishte për të kuptuar kush i ka forcuar. Kushtetuta e ka përshkruar qartësisht që për takon 20% dhe 20% në gjitha institucionet i jepja. Shkojmë në Nuk e zgjidh reklama. problemi politik, mund të kesh ligje sa duash dhe nuk zbaton Po je ligjet. pra bëhet praktik. Megjithatë dëgjoj. Politika. Interesante për këto zgjedhje lokale në Kosovë ishte për të kuptuar a ishin një referendum për mënyrën si ka qeverisur Kurti ose për këtë ngërçin procedurial kushtetues gjatë këtyre 8 muajve, meqense s'po formohet dot as qeveria as Parlamenti i Kosovës e tjerë. Do shohim ç'do ndodhi me 9 nëntor, kur 17 komuna shkojnë në balotazh, edhe do ta formojë Albin Kurti qeverinë e re. Shkojmë në një hapësirë publicitare, më pas ndalemi te marrëveshja për gazën, një marrëveshje historike, siç ka thënë Donald Trump. Përpara